Për të rikthyer edhe tek shqetësimi tjetër që kanë qytetarët, ajo që përmenda qysh në fillim, përveç manipulimit të votave që po krijojnë zvarritje në formimin e institucioneve dhe dyshime për vjedhje të tyre, kemi të ftuar po ashtu për të biseduar për rritjen e çmimeve që dita ditës vlerësohen që produktet bazë dhe jo vetëm, po i ngrisin çmimet me arsyetimin se ka ngritje të çmimit të energjisë elektrike, por jo vetëm, për të diskutuar krejt këto dilema se pse po ndodh rritja e çmimeve të produkteve dhe përgjithsisht rritja e çmimeve, kam të ftuar kryetarin e Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna. Zoti Rafuna, mirë se erdhe. Mirë se vjen. Falenderoj për kohën. Drejtorin e Dhomës së Tregtisë, Kushtrim Ahmeti, mirë se erdhe, i nderuar. Faleminderit. Padyshim ndër këto ditë keni ngritur shqetësimin për ngritjen e çmimeve, sepse krahas pagave apo xhepit që ka qytetari është e papërballueshme rritja e çmimit gati tek secili sektor, duke u nisur prej produkteve bazë. Pse po ndodh kjo, zoti Rafuna? Ku është problemi? Po, biznesi vitin që lëm pas, vitin 2025 është përballë me sfida të ndryshme, dhe një ndër sfidat më të mëdha që ka qenë të cilën e keni përcjellë ju përmes mediumit juaj, ka qenë çështja e energjisë elektrike. Dhe nëse shohim të dhënat të Agjencioni Statistikave të Kosovës, se shohim që energjia elektrike është ajo që ka psuar më shumë të rritje dhe është ai stimuluesi më i madh i ngritjes së inflacionit në Republikën e Kosovës. Inflacionin me dhënat preliminare, për shkak se ende nuk i kemi dhënat finale dhe jemi duke i përpunuar mirë, po me dhënat preliminare shifrat që në mesatare në Kosovë gjatë vitit 2025 ka qenë në 3.9. Domthonjë që ka kap afër 4%, që është inflacioni më i lartë jo vetëm në rajon, po është edhe në Bashkimin Evropian. Gjithsesi sipas dhënave që kemi shumë po për Eurostatit, në Bashkimin Evropian mesatare inflacionit është 1.2 deri 1.7, që është shumë arsyeshme dhe është normale. Kurse te na është shumë e ngritur dhe nëpërmjet këtij inflacioni janë ngritur edhe çmimet. Dhe qytetarët e Republikës Kosovës janë varfëruar, që nuk kupton vlera e parave të tyre ka humbur. Çka ka bler vitin 2024 në shport familjare me 500 euro, në vitin 2025 është dashur minimumi 700 euro për shportën e një familjare. Për shkak se nëse jemi në strukturën e çmimeve sipas Agjencionit Statistikave të Kosovës, e shohim që produktet që më shumë të kanë pësuar rritje janë produktet e konsumit ditor. Dhe pikërisht këto janë ku e kanë varfruar qytetarët e Republikës Kosovës, duke mos e përjashtu edhe prapë siç e tham edhe te ofrimi i shërbimeve, siç është energjia elektrike, tani është edhe çështja e ujit, ku janë paralajmëruar dhe ngritja fakturave të ujit për 40%, po ashtu edhe mbeturinave dhe të gjitha shërbimeve të tjera komunale. Kështu që kjo pjesë e inflacionit nuk do të ndalet me 3.9, ose rreth 4%, mirë po kjo konfliktën që do të shkojë duke u vazhduar nëse i shohim indikacionet që kemi sot në fuqi. Për këtë arsye është shumë e rëndësishme që me ndërhym sparimi pas institucionet fuqi plote dhe nëpërmjet ligjit buxhetit që është ligji më urgjent që duhet të sillet menjëherë nga qeveria e re dhe nga kuvendi i ri të aprovohet, nëpërmjet këtij ligji të buxhetit të parashihet edhe një paketë që me mbështet qytetarin e Republikës Kosovës, po në një farforme me marrë masat që me stagnu ose me ngadalësu rritjen e inflacionit. Po, Kushtrim, si të mbrojt konsumatori apo qytetari nga kjo rritje çmimeve, si duhet të qasen institucionet, një paket e propozoi zoti drejtori i Odës Ekonomike, por si duhet të qasen? Shikoj, na prej edhe herën e kaluar themi kur ishin çështjet e ndërlidhura me rritjen e çmimit 16.1%, po pastaj që ndodhi procesi liberalizimit, pra në pjesën e 16.1-shit, ne si komunitet i biznesit për shembull kemi kërkuar qeverisë të paktën tatimin për këto produktet esenciale, le ta pezulloj përkohësisht, e se ka atë mundësi që të paktën të ketë një ndikim sadokudo, po nuk kishte një gatishmëri dhe nuk i kemi parë fare gatishmërinë institucionale për të gjendur qytetarëve, sepse kjo çështja e një veprimi siç është rritja e çmimit të energjisë ka këtë elementin zinxhiror, domthonë ne gjithë si komunitet kemi thonë që ka me pas ndikim të jashtëzakonshëm negativ në të gjithë sektorët dhe këto po vërtetohen tashmë siç i përmendi edhe zoti Rafuna, domthonë po vërtetohen edhe me dhënat e Agjencisë së Statistikave të Kosovës. Edhe fatkeqësia është se ky themi zinxhiri negativ nuk përfundon me kaq, për shkak se jo çdo vendim që merret që është edhe negativ në këtë rast e ka ndikimin e vet të menjëhershëm në gjithçka. Ka edhe të vazhdueshëm. Me sidomos tash kur jemi në këtë periudhën ku ZRE është ka i merr themi
këto propozimet e reja për tarifat e reja të energjisë e që sipas informatave të fundit aktuale që i kemi gjitha aktorët që janë përfshirë në sektorin energjetik në këtë rast kanë kërkuar rritje të hyrave të tyre që do të bie padyshim në kurrez të neve si qytetarë dhe si konsumator. Rritja e çmimit do thot pashmangshëm të energjisë. Rritja e çmimit të energjisë është zinxhirore tek rritja e çmimit të secilit produkt. Po, për shkak se A duhet subvencionohen apo si duhet të mbrohen edhe bizneset, por edhe qytetarët? Çka duhet? na kemi qenë shumë të zëshëm, sidomos kur është propozu rritja e çmimit të energjisë elektrike, spari për qytetar 16.1%, që kemi kërkuar që të gjendet mundësia dhe të subvencionohet dhe të mos i rritet qytetarëve çmimi i energjisë elektrike për 16.1%. Dhe e dyta ka qenë nxjerrja e bizneseve në tregun e hapur, ku fakturat kanë kaluar prej 200 deri në 400% varësisht për llojit biznesit dhe varësisht për konsumit që ka pas biznesi. Kosti i energjisë elektrike është kosto operative, që kalkulohet dhe drejt për drejt i faturohet në çmimin e produktit, në produktin final. Dhe ai çmim në fund të pagun konsumatori. Nëse produkti jon është prodhuar me 1 euro, me këtë rritje të energjisë elektrike e shkon deri 1.10, 1.15. Dhe ato në fund të pagun konsumatori, që nuk kupton që për qytetarin është inflacion. Dhe ja ul vlerën e parave, qytetari nuk e pagun 1 euro, po e pagun 1.10, 1.15. Për këtë arsye, se ne kemi edhe brengën tjetër, kemi edhe sfidën tjetër, po sot po folim për qytetarin e Republikës Kosovës, se kemi edhe sfidën të biznesi, a ka me mujt biznesi mi përballun nëse vazhdon këtë trend dhe këto reduktime edhe përkundër çmimit. Kushtrimi edhe çështën e tatimeve, rritja e pikërisht to se na shumë let mundëm me humb tregun e brendshëm me prodhimet tona dhe me hapësirën e prodhimit ton me marrë një produkt i jashtëm që importohet, se importohet shumë e lirë për shkak se në vendin e tij ai nuk e ka këtë çmim të energjisë elektrike në fuqi. Po sepse edhe tregu i Kosovës është mbytur nga importet, apo jo? Është mbytur nga importet që për herë të parë ajo është evidente, po. Po, rrin dhe rreth 7.000 miliardë importi. Pra po të folim me dhonat preliminare, se nuk janë finale duke u përpunu, kurse eksporti ende nuk e ka kap 1 miliardin. Bile sipas përpunimit që e kemi para prak, kemi një ulje të eksportit. Dhe pikërisht faktor është çështja e energjisë elektrike. Dhe ja, shifne, domethënë edhe përkundër që është çmimi 200 deri në 400%, te biznesi ka ndërprerje të energjisë elektrike. Dhe pa asnjë skuqe del kosti dhe bën thirrje që të mos konsumohet energji elektrike në orare të caktuara për shkak të konsumit lart. Po ç'është mundesh mi thon biznesit mos prodhohet në orar të caktuara. Një kompanie të madhe, një korporate ku anomalia tjetër për shembull energjia 24 orë. Pikërisht. Shihni situatën tjetër, për shembull, na e kem kryeministrin dhe ministrat e ekonomisë në Davos, ku janë shkuar me lobu për me sjell investime që është mirë, po shumë let investitori uj mund mi thon kryeministri më fal, po djen tër Kosovën ke pas reduktime të energjisë elektrike. Po këto është çështja. Si kërkon investime serioze ndërkombëtare kur s'ki stabilitet energjetik apo jo kushtrim? Po lërëveç ajo, ti e ke edhe blokadën shumë të madhe që ka kriju ligji për pronën publike, i cili po rrezikon vendin me çun arbitrazh, sepse dy themi proceset e fundit të marra nga institucionet e Kosovës, këtë rast po flasim për proceset e sjelljes së investimeve në sektorin energjetik, në energji të pastër, domethënë, në të dyjat kanë mbetë bllokuar kompanitë shkaku se ligji për pronën publike ka bllokuar mundësinë që të ofrohet atyre prona ose toka ku do t'i vendosin pajisjet e tyre. Dhe ato i kanë vetë tash një kohë gjatë bllokuar pas mundësi veprimi për mi shtrin investimet e tyre strategjike këtu dhe tash që 2 herë i kanë çuar letër qeverisë Kosovës duke paralajmëruar që na zgjidhje tjetër skemi po të rriqemi përfundimisht nëse nuk merret me veprime dhe do ta çojmë vendin në arbitrazh sepse për neve është humbje kohë kjo, të na lënë neve të bllokuar, ju keni garantuar që të paktën çto kushtet që do të më ofruar që janë bazike themi pronën më ofruar një investitori, do ta kryjmë çato që ato s'po ofroni. Domthonë në një renon gjithë ditën kërkosen për investime, gjithë ditën zërreja e arsyeton thotë kemi mungesë të kapaciteteve të brendshme, në anën tjetër janë vetë institucionet që po i bllokojnë bizneset e qoftë huaja, po kemi edhe biznese vendore që kanë gjetë partner të jashtëm për të bërë investime në Kosovë dhe po të njëjtën arsye janë metod bllokum pa mundësi për të bërë investime strategjike në këtë rast në sektorin. Kjo shkon drejt kolapsit në një farë forme, edhe të investitorëve edhe të investimeve kapitale. Po drejt kolapsit kuptimin që ne jo jeni dëshmitar bashkë përmes mediumit juaj, për shembull ne nuk kemi pa që është hap një fabrikë të 3 vitet e fundit që i ka punësu
jo 1000 punëtor, po që i ka punësu 100 punëtor. Pas 100, hajde 50 punëtor nuk e kemi një fabrikë që hapë. Ato pak mundësi që në ofru dhe që në hapjen për diasporës tonë, po nuk është një brand i njohur botror i cili ta përmirëson ty edhe imazhin si Kosovë, po krijon edhe një siguri ndoshta edhe për 100 brende tjera me investu në Kosovë. Kështu që ne nuk jemi duke kriju një ambient miqësor për të bërit biznes. Ne jemi duke vepruar të kundërtën. Dhe shihni investimet e kompanive kosovare tani, që kanë investu në Maqedoninë e Veriut, në Shqipëri dhe në Maltëzi, e kanë kalu 500 milionë që në hera parë në historinë tonë. Është mirë që investojnë, mirë po dëshira jonë dhe kërkesa jonë është investohet në Kosovë. Tani një investitor i huj, kur e shet që një biznes vendor, po ik prej Kosovës, ku do të vijaj me investu të na. Kështu që ka shifra që po lëvizin bizneset nga territori i Kosovës në Maqedoni, në vendet fqinje? Po, janë shifrat zyrtare, janë për shembull Shqipëri investitori më i madh i huaj për momentin kompanitë kosovare. Në Maltëzi kemi shumë kompani që kanë shku dhe në fushën, sidomos në fushën e ndërtimtarisë dhe janë përqendruar rreth Bregdetit. Kemi edhe në Maqedoninë e Veriut, ata janë shumë agresiv me marr bizneset tona dhe me investu atje. Që të njëjtën punë deshte edhe na me pas, me qenë shumë agresiv me sjellë investimet huaja në Kosovë. Kështu që na duhet të punojna me shumë urgjencë, duhet qeveria ta përgatit një paketë, kuptimin e politikave fiskale, sidomos për produktet bazike, tatimin e vlerës së shtuar, produkte ditore, konsumi ditor për shtetarët e Republikës Kosovës me ul në shkallën e dytë prej 18 me prunë në 7 ose 8%, duhet të çështja e energjisë elektrike për qytetarët me pa mundësinë me liru nga tatimi i vlerës së shtuar për një periudhë të tranzicionit, po ashtu duhet ta shem mundësinë edhe te çështja e pagave. Më pas kemi te politikat administrative duhet shumë barriera, shumë vendime, shumë uzime administrative që ndoshta kanë qenë të mira në 2016, 17, 18, 19, 20, po sot nuk përkojnë më me realitetin e bë pengesë në të bërë biznes. Po ashtu na nevojitet një reformë shumë e thellë edhe në sulmtimin e ligjit, na nevojitet një reformë shumë e thellë në sistemin e arsimit, po edhe në sistemin e shëndetësisë. Kështu që jemi shumë brapa me reformë, vendet e rajonit kanë nisë shumë përpara dhe nëse i shohim trendet e investimeve janë shumë më të mira se sa në Kosovë, për jashtë këtu të na diasporën e cila numrin ose vlerën e investimeve gjallë mban në diaspora jonë, që do të më qenë falënderues për jetë se kanë kontribuar gjithmonë për këtë qytet edhe po flasim për stabilitet brenda, do të thotë krijimin e vendeve të punës stabile dhe një mirëqenie ku secili qytetar do të krijonte kapitalin e tij, duke mos u varur prej të ardhurave nga jashtë. Rritja e çmimeve është e domosdoshme nga bizneset, nga barra e pakos fiskale, nga ngarkesa e shtetit ndaj bizneseve? Po është e domosdoshme për shkak se çmimi rritet mbi bazën e ngarkesës fiskale. Nëse ti ja ul tatimin e vlerës së shtuar prej 18 në 7%, ai çmim duhet mu zvoglu. Nëse sot është 1 euro, nëse ti ul për 10%, ai duhet të vijë në 90 cent për shembull, 0.90. Kështu që kjo është matematika që duhet qeveria duhet një analizë shumë thellë me përgatit një listë produkteve bazë, unë të fol për fazën urgjente, në afat shkurt, se duhet paketa në afat shkurt, në afat mesëm dhe në afat gjatë, mu përgatit. Po për shembull reformat e tatimi i vlerës së shtuar, me automatizëm kompanive ju krijon një likuiditet shumë më të fortë dhe i pështon kompanit prej normave të ndryshme të interesit që janë të detyruar me shku në për banka, me marr kredi ose me marr overdrafta, për me pagu tatimin e vlerës së shtuar ende pa shit te konsumatori. Edhe siç dim me kredit normat janë rritë, të cilat janë. Po janë rritë. Po dhe kjo ka atë edhe kjo një goditje e radhës pastaj, sepse zinxhiror. Duhet ta kuptojmë që nuk është një dëshirë e sistemit bankar mi rrit normat e interesit. Mirë, po ato vinë për bizneset, sepse për bankat në rregull jemi, po për bizneset se sidomos pasiguria për shembull. Kur e keni pasiguri juridike ti me automatizëm i rrit normat. Për shembull, nuk mund banka me pritën 3 vite me të zgjidhur një kontest me një qytetar që nuk e kthen kredin. Kështu që çdo me qenë brenda 30 ditë. Dhe kjo me automatizëm kishte ndikuar në uljen e normës së interesit, kur banka ndihet e sigurt që në periudhë shumë më të shkurt kohore e realizon kontestin prej gjykate. Nëse varemi kushtrim nga importi kaq i madh, dhe siç e vlerësoni ju shumë i madh dhe është shqetësues. I bie kjo që numri i punëtorëve shkon duke u reduktuar në kompani apo biznese brenda vendit, sepse ka sinjalet e tilla. Është ngritur tatimi në biznes, është ngritur energjia elektrike, ka rritje të çmimit pothuajse te secili produkt. Kjo është shqetësuese për një të ardhme të afërt që mund të reduktohet numri i punëtorëve, mund të rritet numri të papunëve, mund të rritet numri i njerëzve që dalin jashtë vendit për një jetë më të mirë.
Kjo e fundit bilan shumë aktuale, unë vazhdimisht po na bjen themin lëvizje që po kemi edhe çdo i dyti qytetar sot, i cili ndoshta e ka edhe 2 puna, e ka mendjen që shme ikja zhvendet. Sepse s'po shek kur farë perspektive, po thot për çdo ditë mua kam rritën shpenzimet. Qysh me jetu? Unë kam e majt një familje. Po. Domthon edhe pse unë ta zon punoj me 2 paga, e kam themi edhe një familjar që punon me një pagë tjetër dhe prapë është e pamjaftueshme për me mbyll. Domthon ta ngopam për neve o bon ditë sodit gëzim nëse mbyllim na muin me zero. Çaq situatë bo sepse vazhdimisht i ki rritje të çmimeve, vazhdimisht sepse nëse ti edhe nëse biznesi vendor themi e shtyn që thojmë na deri në pafundësi me ato mundësi që i ka mos me rrit çmimin, ai e ka një zgjidhje tjetër, ai do ta ul kapacitetin prodhues, automatikisht del pe tregut, vjen ty importi. Importi krijon rritjen e vet, edhe kjo kallzon më një herë ato, pse e zaventsa. Anën tjetër ti e ki telashën, tani çish më mbijetu, çish më mbajt ata punëtor, tash e kije rritjen e pagës minimale që u bë pa kurfar konsultimi u shfrytzu puro për interesa fushatës. Po pse s'ndodh konsultimi? Është kjo për shkak që kanë gatishmëri pikërisht për faktin që ju edhe si dhomat e tregtisë, por edhe si odë ekonomike e keni ato vizionet e qarta se cila është e mirë për qytetarin dhe për biznesin. Prandaj kjo hallka e bashkëpunimit është shkputur. Dhe vendoset një anshëm, dhe vendoset një anshëm duke ditur efektin që mund të shkaktoj. Po, kjo është problemi. Ne, si odë ekonomike e Kosovës, ashtu po folin në institucionet që përfaqësojmë, ne me ligj kemi për detyrë, në detyrat e odës është e përcaktuar mbrojtja e interesave të biznesit dhe avokimi për interesat të biznesit. Dhe ne kemi ofruar partneritet gjitha institucionet, jo vetëm qeverisë, po edhe kuvendit edhe presidencës së gjitha institucionet të pavarura që në të mirë të biznesit të ulëm dhe të diskutojmë. Po një element tjetër shumë i mirë është që ne gjitha odat që jemi dhe shoqatat ose mbarët për organizimit, kemi kriju tani sfundi forumin e përbashkët të sektorit privat, ku do dalë me një zë të unifikuar dhe me kërkesat të cilat janë, se gjitha kërkesat janë të njëjtat, si për antarësinë e odës, si për antarësinë e dhomës tregtisë, atij tjetër tiksit Y-nit. Kështu që qeveria e ka një mundësi të artë që me hap dialogun publiko-privat, me marrë opinionin, me ju dhënë mundësi edhe mu shpreh sektori privat dhe me bë politika shumë më të mira dhe kualitative në interes të zhvillimit ekonomik të vendit. Kur keni pas një takim me përfaqësues qeveritar për këto shqetësime? Takimi ka qenë me 27 maj ose 5 maj, nëse nuk gaboj, ka qenë në një hotel në periferi të Prishtinës, për çështjen e daljes në tregun e lirë, ka qenë takimi i fundit që na kanë. Cili vet është ky? 2025. Ka qenën, edhe ne i kemi ofru dhe studim, kryeministri ka qenë vete, ka u dhe që takim, Këshilli Kombëtar Ekonomik. A janë marrë parasysh kërkesat e parashtrume? Asnjëherë jo. Ka qenë një qasje e gabuar ose një keq kuptim, në kuptimin që sa herë që na kritikoni ju nuk jeni me ne. Po ne nuk kritikojmë pa bazë, ne nuk kritikojmë pa prova. Distanca në start është krijuar. Nëse dikush sjell investimet tuaja në Kosovë si sektori privat, ti si kryeministër bën prezantimin, takon një shumë është mirë. Mirë, po në fund vije takon si më thonë në teren situatën, investitori i huaj dhe është cila situata dhe i takon bizneset dhe bisedon me ata se cila është situata. Shikoj, ne diskutojmë çështjen e energjisë elektrike. Sfidë për biznesin këtë fillim vet, po shpresa është prapë që me ligjin e buxhetit do të shtyhet edhe një vet ligjin në tatimin pron. Që është një rritje, po është një rritje astronomike, domethënë që s'ka shans me përballu biznesi, është rritja e pagës minimale që u bë pa konsultim. Ne nuk kemi kundër rritjes pagës minimale, mos keq kuptohemi. Se ndoshta u bën një kohë kur është fushat para zgjedhjeve. Krejt rregull, fushat, po thoni edhe jo se s'ka pas konsultime. Pikërisht këtu. Kjo është që shkakton efekt zinxhiror negativ apo jo? Po ti shkon për shembull me Naudon, mundësia ndoshta na kishim shkuar me një propozim që mu rrit edhe më shumë se 425 sa është rritën tani. Ndoshta edhe më shumë, se ishim konsultuar me biznesin dhe kishim shkuar me ofertë qeveria. Rritë pagën minimale liron nga tatimi të ardha personale. Nuk mundesh me ngarku 2 herë biznesin, edhe me të ardha personale në pagë minimale, edhe me pagën minimale. Kjo është ngarkesë dyfysh që nuk mundet me përballu sidomos startupat që janë hapat e parë. Kushtimi me plot drejtë përmendit largimin. Shefne, për 4 vjet 130.000 të ri kanë shku jashtë Kosovës. Neve nuk na vyn shteti pa rini, pa punëtor, pa popullsi. Na duhet me gjetë formulën qysh mos mi leju këta që i kemi këtu me na shku jashtë, po ata që na kanë shku qysh mi kthym formë të investitorit, qysh me subvencionu, qofse ti në X shtet evropian në Gjermani për prodhon këtë produkt. Hajde ta kthejmë ato ta prodhon të njëjtin produkt Kosovë. Po çka duhet na me subvencionu që ai çat produkt me prodhon Kosovë?
Subvencionimi po mungon apo jo kushtrim? Për pas subvencionimit, tash na përmenëm edhe këtë dialogun e përgjithshëm që ka mungu, edhe nuk ka çështë djem të ndryshe subvencionimi kur ti nuk e ke në dialog me sektorin këtë rast me përfaqësues të bizneseve. Ti e ke një këshill ekonomik social i cili është totalisht i vdekur tashmë për vitet tona s'ka funksionuar hiç. Aty është vendi ku ne mund të diskutojmë gjitha gjërat edhe me qeverinë, edhe me sindikatet e punëtorëve, edhe me të gjithë. E kemi këshillin për Këshillin kombëtar për zhvillim, i cili thuaj se gati edhe ajo është pak e heq funksional, nuk i merr sot parasysh fare as rekomandimet që aty shpesh i japim kur kemi qenë në disa takime. Fundit domon nuk as ata s'më marrin parasysh sepse është këshill që funksionon në kuadër të qeverisë, ka çatë rolin e vet, themi tashmë të ndërmjetësimit, themi mes komunitetit. A e ka humbur qeveria kontrollin mbi tregun aktual dhe mbi inflacionin, sipas juve? Sepse ata arsyetojnë shumë mirë, nëse i dëgjojmë, zyrtarisht thonë që inflacioni nuk ka qenë kur më i ulët e kështu me radhë. Por sipas kësaj, kemi rritje të çmimeve gati secilit produkt e thamë edhe secilit sektor përfshirë energjinë elektrike. I bie kjo që e ka humb kontrollin mbi tregun dhe inflacionin apo jo? Mbi inflacionin nuk e ka kontrollin qeveria. Ajo po shifët me vetë faktin që po të rritët inflacioni, po ta kish pas kontrollin, inflacioni kish shku te poshtë, sikur që është në vende tjera, në shtetet e tjera. E ke humb luftën me inflacionin për shkak mos menaxhimit të mirë, sidomos te çështja e energjisë elektrike. Po ashtu nuk besoj që qeveria don më shumë Kosovën se sa që do sektori privat. Po nuk besoj sektori privat që do Kosovën më shumë se sa qeveria. Për këtë arsye ne duhet ulmi të gjithë së bashku, bili kryeministrin kushte normale, dishdash sa herë që vjen një deklaratë ose një kërkesë prej sektorit privat, po dhe një mos pajtim nga ana e sektorit privat, ministrat kompetent, të resorteve kompetente, dishdash mi thirr, me thonë fal, çka është duke ndodhur çato. Pse është kjo kërkesë ose pse ka mos pajtim? Ka pasur kritika edhe ndaj juve si odë ekonomike, qeveria në detyrë, zyrtarët e qeverisë, për shkak që është një farë frime apo jo se keni vrejtur, apo e keni vrejtur, që secila kritik mund të shkaktoj kundër deklaratë që thuhet cilësohen si armiq të qeverisë aktuale, apo është perceptim i gabuar? Jo, nuk është perceptim, është marrë këtë formë nga ana e ministrave ekzistues, fatkeqësisht është marrë këtë formë. Nuk e di pse është marrë këtë formë, mirë po unë me legje kam të obligueshme me mbrojtje interesat e biznesit. Nuk mund të thonë po mirë e ki që i nxorë biznesin në tregun e hapur kur ti biznesit pive faktura pe 200 deri në 400% më shtret. Atë biznesi po thotë, shiko, unë nuk mund me ekzistu me këtë. Unë do të me ngrit zonën të qeveria mi kërku alternativë. Ne kemi dhënë alternativë qeverisë. I kemi thonë, ok, jemi për me dalë në tregun e hapur. Mirë po na nevojitet në fazë tranzicionit. Edhe të kishte qenë çfarë fazë tranzicionit. Sot kur nuk e kishte pas këtë inflacion. Kur nuk e kishte pas këtë devalvim të parasë të qytetarëve të Republikës Kosovës. Kanë qenë pyetje 53 milion për një vit më umbulu. Nuk është që na e shohim qeverinë si një armik, ne e shohim si një mik, e shohim si një partner. Thjesht po kërkoni bashkëpunim. Bashkëpunim apo koordinim me secilin vendim që bashkëpunim, po edhe pjesëmarrës në marrjen e vendimeve që ndikojnë te biznesi. Ne nuk jemi për mi largu bizneset tona, ne dojmë me pas sa ma shumë investime tuja. Unë çdo 10 ditë kam ka një vizitë jashtë dhe ku shkoj loboj për me sjell investime tona. Ja tani kemi vizita që kemi fillu këtë vit, do të kemi rënë për me gjitha bizneset e diasporës tonë. Do të fillojmë prej javës tashme në Stuttgart, që një numër shumë i madh i bizneseve do të mbledhëm në një tavolinë të rremullak si odë ekonomike, ku do të diskutojmë se cilat janë mundësitë ata me ardhe me investu në Kosovë. Mirë po këto neve na vyni bashkëpunim me institucionet tona, nëse tash unë i marr kërkesat e diasporës tonë, cilat i kanë për marrë me investu në Kosovë, unë do të më prezantoj te qeveria. Cilat janë elementet kyçe të kërkesave të investitorëve potencial serioz? Po jo. Nëse ja shpjegon ti një investitori potencial se nuk ke stabilitet energjetik. Si mund të arsyetosh këtë? Po nuk mundesh më arsyetuar në asnjë formë. Po ideja është domethënë, nëse ti ndërmerr veprime dhe i hjek disa që tash në aspektin administrativ, disa vendime, kufizime që leja biznesit të energjinë që e prodhon ose me pas drejtën me shit në rrjet ose mu kompenzu siç ndodh çdo vend të Bashkimit Evropian. Atëherë subvencionoj panelet, subvencionoj baterit, dhe kjo me automatizëm e ul kërkesën për importim të energjisë elektrike me çmim të qartë siç po ndodh sot dhe e balanson. E dyta, çdo biznes i huaj me cilën unë takona e ka një pyetje. A mundesh me më siguru që unë produktin që e prodhoj në Kosovë, më me eksportu pa asnjë problem në Maqedoni, në Shqipëri
në Serbi, në Malzi, në vendet e rajonit ku na rrethon. Dhe qeveria do të më konë të shumë agresive me qeveritë e vendeve që na rrethojnë, që produkti i cili prodhohet në Kosovë të mos ketë pengesë për mu eksportuar në tregun e tyre. Shiko burim, ne jemi tregje shumë të vogla. Dhe çdo investitor i huaj i madh, çdo brand i njohur që kem shumë nevojë, kem nevojë urgjente para si brende me sjellën në Kosovë, ata e shohin krejt Ballkanit si një treg i vetëm, 17 milion. Po. Dhe ai nuk mund të vijë dhe të investojë në Kosovë për një treg prej 1.6, 1.7 milion sa jemi. Ai gjithë përfshirjen e Ballkanit perëndimor, merr si edhe këtu është ajo që na duhet me luftu, domethënë që spaku me vendet e rajonit mos me pas produkti i Kosovës asnjë pengesë mu eksportu. Dhe kjo është lufta që bën Oda ekonomike, se ne jemi duke udhëheq, është iniciativa vetëm rajonale që udhëheq Kosova dhe kjo është iniciativa Odave të Ballkanit perëndimor që është themeluar prej kancelarës Merkel. Dhe lufta jonë ato zhvillohet që produkti i Kosovës mos ketë asnjë pengesë më eksportu. E dyta, kërkohet stabiliteti politik. Çdo investitor i huaj që vjen e don që po na mungon. Po që po na mungon. Ai nuk don mu befasue siç na ndodh këtu te na brenda natës me të ndryshu vendimet ose politikat ose me ndërhym plane financiar. Shifni për shembull, për marr shembull vendimin për me dalë në treg të lirë të zyrës rregullatorit të energjisë elektrike me ka qenë 3 marsh sikur shtrim po mduket kur na ka ardhur si njoftim me një qeshor me do. Bizneset kanë planin e investimeve. Dhe ata e kanë filluar investimin, u zgdash me ndërprej investimin, me riorientu në panele solare dhe në bateri, ose ata që kanë pas plan me zgjeru kapacitetet i kanë ndërprej për shkak vendimit të rritjes së çmimit të energjisë elektrike. Nuk mundesh me ndërhyj biznesin. Biznesi nuk duron vendime ad hoc, mu befasue. Për këtë arsye kërkohet stabiliteti politik, kërkohet stabiliteti juridik, që mos me pas ndryshime të shpeshta të ligjeve. Shifni tash, promovohet ligji për çmimet në tavan. Pa ligjet dëmton ekonominë e tregut të lirë. E dëmton, nuk mund është prej zyrës ministri mja caktu marzhën një biznesi sa me shit produktin. Oferta dhe kërkesa e përcakton sa mundet mu shit ai produkt. Ja cakton çmimin marzha ai nuk e importon ose nuk e prodhon. Çka? Ta importon një produkt me kualitet më të ulët. Çka po bën për dëmton qytetarin kumtimin e shëndetit duke importuar produkte të cilësia e produktit. Urme cilësia se vjen me shumë të më të lirë. Kështu që nuk është zgjidhja ajo, stabiliteti juridik. Te në sundimi i ligjit që tham. Nuk mund është të një biznes 3 vite me prit një ankesë shkallën e parë, plus 3 vite në shkallën e dytë, qose shkon 6 vite, cili investitor vjen me prit ato. Më faqë se pak me emocione, po jemi shumë boni. Është e nevojshëm sqarimi nga jo, sepse nga afër i dini krejtu edhe kushtrimi nga dhoma e tregtisë, sepse konsiderohet ndërmarrja hapave urgjent, në cilën pikë, në këtë rast kur ka rritje të çmimeve gjithmonë po nisim nga kjo. Çfarë hapa duhet të ndërmerren? Hapi parë është do të mullë qeveria me komunitetin e biznesit. Na i kemi gjithë qëto, edhe unë dhe Luli, po dhe gjithë tjertë që përfaqësojnë biznes, si cili ka analiza dhe themi mbledhim vazhdimisht informata nga bizneset që i kemi antare për sfida që ata i kanë. Domthon i kemi nga dora e parë informatat bazike për cilat ti e ke mundësinë me marrë veprime, të cilat kishin pas ndikim më njëherë pozitiv në ekonominë e vendit, po dhe tek qytetarët pasaj kishin ndikuar. E kur ti e ke qëtë halkën, blokadën që e ke shkaktue, që s'ke fare gatishmëri me diskutu me komunitetin e biznesit, atë normalisht vinë në këtë situatë që kemi arë sot, me cilën po përballemi për çdo ditë, dhe ti merr vendime, po i shoh me plot për vendimeve, ose temi ligjeve që po bën, ose gjëra të tjera po kthehen nga gjykata kushtetuese, janë antikushtetuese. Kemi vendimin e zërrejës për liberalizim, për cilën u gjetën një mori shkelësh ligjore, të cilat këtë na si komunitet e kemi thonë pe fillimit që jeni tu shkel ligjin, jeni tu shkel ligjet, s'ka marrë kërkush parasysh këtë punë. Domthon, ato të me vazhdu na ashtu me shkel. Tashe, nashta themi biznesi vendor e shtynë për pako, po investitori huaj nuk i doran këto gjana. Edhe për çdo ditë kur ti rrin edhe për një interes caktuar politik e përmend thu kena me bë luftë me Serbinë, çush me të ardhmë investitorë. Këta s'do me pas probleme me këtë çështje. Absolutisht jo, nëse një investitor serioz. Nëse ne brenda nuk e marrim se themi seriozisht se jemi mësuar me këtë narracionin politik në përgjithësi që përdoren këto elemente, lufta, këto gjëra të tjera, sulm me këto për nevoja të ndryshme, investitori huaj nuk e ka këtë element sikur ne. Apo përfiton dikush nga kjo krizë apo nga kjo rritje e çmimeve dhe nga informaliteti i tregut, sepse ka edhe të tillë. Kur rriten çmimet apo rritet tatimet ka dhe informalitet të tregut. Ekonomia informale dhe ekonomia informale është njëra ndër ta quaj
kanceri në thojza është e vërtetë dhe kjo është është e vërtetë që është një kancer dhe është një diçka që ne kemi kërkuar gjatë tërë kohës institucioneve të vendit edhe agjencioneve që janë brenda qeverisë, por edhe aty në jashtë qeverisë që janë që mi luftu. Edhe ne ju kemi shpreh edhe ato gatishmërinë tonë që ne ju ndihmu mi luftu, për shkak se ato e dëmtojnë biznesin që është serioz, e dëmtojnë ardhin e investimeve të huaja, po e dëmtojnë edhe shtetarin e Republikës Kosovës, se ai nën kupton që ato produkte kalojnë në për filtra të pakontrolluar, sidomos nëpërmjet agjencionit veterinës dhe ushqimit që janë shumë rrezik edhe për shëndetin e shtetarit të Republikës Kosovës. Për këtë arsye ne shfrytëzojmë rastin edhe përmes mediumit juaj këtij emisioni që t'i bëjmë thirrje agjencioneve dhe institucioneve që të marrin veprime dhe ta luftojnë ekonominë jo formale. Bashkëpunimin ton kanë me pas çdo ditë 24 7 ditë të javës për me luftu këtë dukuri. Dhe shpresoni që do të keni një dialog të mirëfillt apo me qeverinë e re po flas. Dim rezultatin e 28 dhjetorit. Nuk do të ndryshoj shumë si që duket. Nuk mbarët, nëse na vin ministra kompetent, ministra me integritet dhe ministra vendimars, unë jam shumë i bindur që do të ketë ndryshim të çështjes. Për shkak se ne, sektorin privat do ta ketë një partner tepër të mirë, kuptimin kritik, po në kuptim pozitiv, për me ecë përpara me reforma dhe me bë mirë për ekonominë e vendit. Këto për thëmë për eksperiencës teme personale e burim, kur kum qenë në Ministri të Financave, edhe kur kum marrë vendime, po të foli për vitet 2017-16 më herët, po edhe kur kemi marrë për lirim të një produktin nga ndonjë lloj tatimi, e kemi thirrë sektorin privat dhe kemi konsultuar. Pse kemi marrë vendim për lirim, se jo për ngritje, se edhe duke e liru, kemi mujt me dëmtu biznesin për shkak që thash planit financiar që e kanë bizneset. Për këtë arsye, nëse na vin ministra me të vërtet kompetent, ministra me integritet dhe vendimars, unë jam shumë i bindur që nëpërmjet një partneriteti kena me bë ndryshimin në të mirë të zhvillimit ekonomik të vendit dhe në fund për të mirën e qytetarëve të Republikës së Kosovës. Kushtrim, cili është optimizmi juaj në këtë drejtim? Jo si thonë tregtisë. Jo, shiko, na edhe në qeverinë që ishte deri tash na jemi mundu maksimalisht me ofruar themi gjithë ekspertizën tonë në forma të ndryshme për të mirën padyshim të vendit në këtë rast, sepse duhet ta kemi parasysh që themi ato që përmenëm çështjen e ikjes së punëtorëve profesionale dhe institucionet janë në krizë themi në mungesë të tyre sepse ka ikje edhe nga aty dhe shpesh është dashur themi në mungesë të punëtorëve ose zyrtarëve të caktuar për një çështje të caktuar profesionistë në këtë rast. Ne gjithë vazhdimisht kemi ofruar ekspertiza nga jashtë, kemi angazhuar njerëz të ekspertat nga jashtë për minimu institucioneve për një veprim të caktuar për të mirën themi ekonomike. Ajo që ka dëgjojmë, themin edhe që kemi dëgjuar në fushat, une gjithmonë pres, kur të vinë i marrin detyrat, shumë sa peq atyne, sa përqind prej atyre premtimeve kanë mishtni, sepse zakonisht ne e dim që në fushata ka lloj premtime, po pastaj ku po vinë në pozita, po ndrojnë gjërat keq, kanë njerëzit po s'pojnë jas kush janë më, domethënë disa premtime po harrohen. Absolutisht po, siç janë harruar. Po. Ju falenderoj shumë për prezencën këtu në studio, kryetari i Odës Ekonomike të Kosovës, Lulzim Rafuna, drejtori i dhomës së tregtisë Kushtrim Ahmeti. Ju falenderoj edhe një herë.